Ministri, këtu jemi në kantierin e Lungomare 4-s, që është vazhdimi nga kraun perëndimor tashmë të Lungomares. Është një projekt fillestar me gjatësi rreth 500 metra linear, i cili parashikon shërbitoren me gjerësi rreth 7 metra, ashtu si dhe një pistë për biçikletat prej 2 metra. Projekti gjithashtu parashikon dhe sistemimin e erës. Janë bërë gjitha punimet nëntoksore, punimet e betonit, sistemet e vaditës, sistemi ndriçimit vjen mbas. Synimi është që deri në 15 maj kjo pjesë e shërbëtorës të jetë mbyllur dhe sistemuar, në mënyrë që për sezonin turistik të jetë e gatshme për të shfrytzuar nga qytetarët e Vlorës dhe nga turistët gjithashtu. Kjo, si thosh, është dhe një fazë 4 po themi, por është faza e parë e kësaj pjese të shërbëtorës, që do vazhdoj dhe në vijim, duke bërë praktikisht gjithë Lungomaren që lidhur dhe me pjesën tjetër, nga Lungomare pas në va në rajon. Kjo shpesa një ka në do zhvillimet e reja? Po. Nga Vlora Marin vazhdojnë zhvillimet e reja. Sa gjatë shkon në segment për momentin? 500 metra. 500 metra linear. Po këtu do jetë në shkallë, si di? Në shkallare gjithë. Në shkallare që mund të shfrytëzohet jo vetëm gjatë orëve të paraditës që është pjesë e plazhit, por edhe gjatë orëve të mbasdites dhe darkave, duke u kthyer praktikisht edhe në një dysë amfiteatri ose për qytetarë që të pushojnë, shijojnë perëndimin e diellit. Pista do jetë me asfalt kuq. O kjo kaq ashpër do të jetë? Jo, ku ka dhe shtresë betoni është ajo atje. Kjo është shtresa e fundit që ka një përbërje tjetër, ka disa preparate tjera kimike që e bëjnë të durueshme ndaj ngryrjes, ndaj kripës. Jo, ajo atje është dhe me një lloj betoni që duron edhe kushtet atmosferike, pjesën e ajrit me kripë. Kjo është asfalti kuq, po. Për biçikleta, për karroca, për ratistë. Është mjaftueshëm me gjerë, 2 metra gjerë. Shumë mirë. Pemët janë aty praktikisht. Po. Që pasaj mund t'jetë... Pasë të duhet edhe të peqë. Do është të skriver edhe një... Nisi këtu të fillon dhe kanë tira Po. Ku fillon parkimi? Kemi lidhë kontratën, ishtë po zbardhim lere dhe çështje funditësh. Sa vënde gati? 250 pas e parkimi. Aty të sheshi... Jo, këtu të mbështeti, po. Ndërkohë që po mbyllim procedurën dhe për parkimin tjetër në Lungomare. Praktikisht janë dy parkime të fuqishme për pjesën e Vlorës dhe për pjesën e akomodimit të flukseve turistike. Në Lungomare dhe jetë një katë në të Një katë, edhe kjo një katë është. Sepse janë shumë afër detit dhe gjithmonë kjo frika e... Se si faqe ishe e madhe, por zgjidhja që gjetën projektuesët, ju e dini që munduan të ruani një pjesë të pemëve, pjesën e pemëve kryesore, dhe kanë gjetë një zgjidhje që dhe ruajnë pemët edhe shkojnë për pemët që do mbillen, mos jetë thjesht pemë pastaj mbi parkim, po të jenë pemë që shkojnë deri në tokë, që ka redukuar pak sipërfaqe, por nga ana tjetër se zgjidhja është nuk është thjesht parkimi dhe një park i ri dhe një shesh i ri përpara universitetit. Kanë të dyja të kombinuara. Kanë parë projektin është shumë. Kjo Lungomare do ndihmojë shumë. Megjithatë duhet të identifikojmë vende të tjera për parkimin, duhet bërë një gjë e komplet për parkimin. Në vijim të takimeve punët për Shqipërinë, kryeministri Edi Rama mëngjesin e kësaj të hëne e ka nisur agjendën e tij duke inspektuar shëtitoren e plazhit të vjetër ose siç njihet ndryshe Lungomare 4. Kryeministri i vendit i shoqëruar edhe nga kryetaria e Bashkisë së Vlorës dhe i deleguri politik kanë qëndruar për disa minuta duke parë punimet dhe ecurinë e kësaj vepre. Ndërkohë që më pas, kryeministri Edi Rama do të vijojë agjendën e tij duke u ndalur në një kafe me operatorë turistik për të vijur më pas me inspektimin e bulevardit të Palmave dhe për ta mbyllur agjendën e tij në orën 12 duke zhvilluar një takim me asamblen e zgjeruar të Partisë Socialiste të qytetit të Vlorës.